Fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP Gjesti përmes një postimi në rrjetet sociale falënderon Dixit për dashurinë dhe për krajen që ka marrë gjatë dhe pas eksperiencës në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Po dal prej një eksperience që s'ka me harru kur, thot këngëtari që u shpreh i bekuar dhe theksoi se çdo mesazh dhe mbështetje që ka marrë ka prekur zemrën. Se kam ditë që jashtë atyre murave kam mprit kaq shumë dashni, jam të undi shumë i bekum. Faleminderit për krejt mesazhet, dashnin dhe për krajen që ma keni dhënë. Jom shumë mirënjohës edhe ju du pafund. Në fund të mesazhit, këngëtari Pejan la të kuptohet se është gati për një fillim të ri, duke premtuar se nuk do ta harroj kur dashurinë e treguar ndaj tij. Ky reagim emocional vjen vetëm pak ditë pas fitores së tij në Big Brother VIP Albania 4, një nga sezonet më të ndjekura dhe më të komentuara, ku Gjesti rrëmbeu çmimin e madh prej 100.000 eurosh dhe zemrat e mira shqiptarëve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.